I përveçëm se kanë Kurti e qetë si kandidat për president ose presidente, sepse na e dim që Kurti nuk ka me qitë dikon që nuk i shërben Kurtit. Vjosa i ka shërby më së miri Kurtit qoftë edhe kur e pam të fundit vendim që caktoi ditën e zgjedhjeve me 28 dhjetor. Vjosa i ka shërby edhe në diskurs, sepse u bo nacionaliste, populiste njëjtë si Kurti, dhe në anën tjetër u dok që një njeri i Kurtit është edhe më ndërkombëtar racionali dhe pimar marrëdhëniet e mira, po në ndërkohë ajo ka qenë një lloj edhe notere po dhe fonce e Kurtit. Domethënë vishmiri ka bu Vjosa, rrjedhimisht unë mendoj që kushdo që është emri i përvetshëm është njëjtë edhe duhet mu trajtu si i tillë. Nëse opozita qetë prapë kësi kushte që jo ky po ky, ka me qenë vetë sa për mi ik edhe njëherë, përgjithësisë edhe ka mu legjitimu blokada e Kurtit në zgjedhjet paraprake. Pse tash ti po rrinin sallë e nuk keni ndajt ma herë? Se tash po keni frikën nga zgjedhjet edhe po e bëni për interesa të juaja personale. Pra unë mendoj, si qëndrim. Por Osmanin i ka ndajtë LDK-ja edhe në ramin I ka ndajtë edhe shpjegimi ka qenë që nëse votojmë Vjosën, ka mu kthy elektorati Vjosës në LDK, diçka që ka rezultu totalisht i gabum, edhe kjo ka qenë në kuadrat hegemonisë pushtetit me lujt, po i përshtatemi aty nëse qështu e kthejmë elektoratin. Gabim, nuk ju ka kthy asnjëherë. Që tash u shkurt ju kthy. E thash shkurti ka qenë i mobilizim i përbashkët i njerëzve që kanë besu që duhet mu mobilizu kundër Kurtit se nashta është zgjidhja LDK-PDK, mirë për kur se përdoren vetë atë votë pro tyne për me bo qeverin opozitare, njerëz u tërheken prapë. Pra nuk duhet me qëndru opozita dhe nuk duhet me votu presidentin, për ndryshe nuk ka kuptim pse na kanë bloku ma heret, edhe Kurti del që ka pas drejt në blokadën e vetë legjitimohet. Kështu që duhet më shku nëse është e nevojshme, por nuk duhet mjë nënshtru frikës. Sepse nëse nuk shkojmë zgjedhjen nuk kemi me shku vetë sepse po kalkulon opozita për interesat veta edhe po tutet që nuk e kalojnë mu pragun ose dobësohen. E me frikë nuk operohet në politikë.